Ju përshëndes të nderuar miq, ja po takohemi përsëri. Dëshiroja sot të bëja një video tjetër, por ja që po duhet të merrem përsëri me këta hoxhallarët. Ajo që sot dëshiroj me ju të ndaj është një video që e kam titulluar "Sa e dëmton Islamin sjellja e hoxhallarëve tanë". Duke parë se këto ditë të fundit ka një video që është bërë virale në rrjetet sociale dhe shohim se hoxhallarë të veçantë po gjezdisen me vetura luksoze, dhe nga pak kjo është jo vetëm interesante, por edhe skandaloze, sepse është pre e rrjeteve sociale. Por a duhet hoxha të jetë ai i cili duhet të bëhet pre e këtyre si me thanë intrigave dhe perfiditeteve. Sa e dëmton sjellja e hoxhallarëve Islamin, duke isha thënë shumë, sepse Islami është diçka që duhet të bartet brenda në zemrat tona, nuk është diçka që duket, që duhet patjetër të shihet. Por Islami është thelbi, është ajo bërthama, dhe ne e dim se Zoti në Kur'an na mëson se Zoti nuk shikon në pamjet e jashtme të dikujt, por në zemrat tona. Dhe mu këtu qëndron ajo pika e rëndësishme. Nëse një hoxh apo hoxhallarët dalin dhe ju nënshtrojnë media e sociale me do lloj saltanate, qofshin në veshje, qofshin ku ta di une, në çka do tjetër, në automjete, ndërkohë që ata i shikon edhe pjesa e popullatës që është fukara, që është jetim, që janë hallexhie nevojtar. Dhe ju si hoxh gjezdiseni apo bëni qefe të ndryshme dhe atë para ekraneve televizive, para kamerave, sikur të ishi VIP-at të Big Brotherit. Po pse, a ju ka mbetur juve merakut e Big Brothera? Dhe apropo Big Brother, pse be nuk ju kushtoni në për derset ditës së xuma, tërë dersin tuaj që përkushtoni këtine Big Brotherve në Kosovë dhe Shqipëri? Po me siguri, sikur ju të merreshit intensivisht me këto punë, ndoshta ju nuk jeni organi ekzekutiv që do t'i ndalonit, por ju do të ndikoni dhe do t'a inspironit popullatën që t'i nxjerrë jashtë me këta. Po kjo është degenerim i shoqërisë kat me kat. Dhe të bësh një gjë të tillë, pra të dalësh dhe të bësh mburavec me do çfarë ku ta di une, mos i përmendi emrat, kjo është me të vërtet ti hudhish balt, ta baltosish, ta bësh me batak Islamin. E kurse në emër të Islamit, ja, 24 orë shesim moral, apo? Dikush nga ju mund të thot, po mirë, Islami nuk është kundër pasurisë. Dhe nuk është Islami kundër atyre që veshen mirë, që duken mirë, që hanë mirë, e ku ta diun. Jo be, e vërtet është. Islami nuk e ndalon pasurinë, por ama Islami ka vendosur një baraspesh. Islami ka vendosur një ekuilibër mes luksit dhe modestisë. Dhe është pikërisht modestia që stolis një besimtar musliman dhe në raste të veçanta edhe një hoxh. Nëse doni, sepse në fund të fundit kjo është etika islameve, mos të harojmë. Feja nuk i ka vetëm ato rregullat, ato normat e sheriatit të kutadiune, por 97% është etik, është moral, është karakter, është virtyt. Për çka? Për vete dhe për të tjerët. Se mu në bazë të këtyre gjërave, Allahu ditën e gjykimit do të na vlerësojë neve.
Ajo që falim, ajo që lutemi, ajo që mbam Ramazanin, gjapim zeqat, janë rituale fetare, janë obligime, farze. Mirë po, sjellja jonë është 24 orë pa ndërprerje, çdo kund, në shtëpi, në familje, në punë, në shoqëri, po me vetveten në fundit. Pra, nëpërmjet kësaj ju mund të bëheni sebeb që të shkaktoni xhelozi, të shkaktoni urrëqe, inate. Pra ju ndikoni që të bëni ndarjen e popullatës në klasa, kush ka dhe kush nuk ka, ata që kanë e ata që s'kan. Dhe mu kjo tregon se besimi juaj më vjen keq, por është në krizë. Duhet të shikoni vetveten. Sado që ju i çfaqeni publikut si një hoxha i madh. Të nderuar miq, ju që më ndiqni, unë jam vetë teolog musliman, kam kryer masterin në këtë drejtim. Dhe ju i keni vërejtur se unë më së shumti i kritikoj hoxhallarët tanë. Pse e bëj këtë? E bëj sepse hoxhallarët tanë në Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, disi tërkohën predikimet e tyre i kanë përqendruar në çështjet e përditshmërisë, që në thelb nuk është gabim, sepse Islami apo shariati islam synim të tij e ka rregullimin e jetës të një besimtari apo besimtare. Nga koha që ai zgjohet nga gjumi dhe derisa të bjet përsëri në gjumë. Por problemi qëndron diku tjetër. Më falni, hoxhallarët sot janë bërë pre e rrjeteve sociale. Dhe predikimet e tyre janë për të tërhequr vëmendjen e njerëzve. Pra, për klikime, për lajka, ndërkohë që predikimi duhet të ishte i orientuar në pastrimin e zemrave, në pastrimin e karaktereve, në edukimin e masës. Dhe hoxha këtu duhet të jetë shembull për të mirë, jo shembull për luks, për saltanat. Dhe për të vazhduar, hoxhallarët duke u bë pre e këtij trendi modern apo postmodern, ta quaj ashtu, që i ka kapluar, besoni, të gjithë ku më tepër u jepet rëndësi gjërave të vogla minimaliste, jo të rëndësishme, sikurse që është pyetja si të vishemi, apo me cilën dorë duhet ta mbam lugën, të ham, me cilën këmbë duhet të hym atje, të dalim nga atje, të hym këtu, e majta apo e djathta, se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka takuar filanin e filani ka treguar këtë e atë, ose me sjellja me Ibn Dinarin, se ai nga një hajdut i ekstravagant u bë një muhaddithun i madh. Po mirë dhe, Zoti është përbleft, a e din? Në mes Zotit dhe atij është kjo. Po, me sjelljen e Ibn Dinarit çdo ders. S'ka qëtër diçka të tregoni? Pra, gjërat të cilat i takojnë rendit të ditë janë dytësore, nuk janë primare. E fokusi i hoxhallarëve, i gjithë atyre që predikojnë, që ligjërojnë, duhet të jetë devotshmëria e vërtet, besimi i sinqert, i përcjell me edukat dhe moral, sepse çdo bi kemi ne, nëse xhamitë tona të nderuar miq mbushen me njerëz ditën e xumë, për plot, kur në për lumen tanë, në për brigjet tona të lumeve, hudhen mbeturina, hudhen fekalje, o njerëz, hudhen një organa të vjetër, hudhen shilte, a u kushtojnë juve ato shiltet dikur, që ne i kishim në për shtëpia para 40 viteve, 50 viteve, në të cilat uleshim, se s'kishim ku të uleshim, hudhen bre në lumë, shtëpit të cilat janë afër lumeve të ndërtuara, në për katunde, në për fshatra. A e dini që bëjnë njerëzit kur i kaplon teri? Kur bie teri, ata çka kanë ndërtuar të ashtu quajtura jama septike,
ku e nxjerrin, ku e kanë të montuar një derë të vogël dhe ngrenë atë derën dhe kretë nevojtorët i lëshojnë në lumej, i derdhin në lumej. Pra, qenefetve që i kemi thonë dikur, i derdhin në lumej, musliman bre janë, Ismail, Ibrahim, Hidajet, Muhammed, ku e di qka, emrat be, shkojnë ditën e xhumabe, shtyhen me njëri tjetrin të hinë safin e parë. Këto e në realitete e njerës. A hoxhëllarët hyç nuk e kanë mendën këtu. Problemi atine, sidomos që tash, mes Ramazanit dhe muajt të haxhit. O, ata shikojnë të mbushin regjistrat. Ata shikojnë të mbushin numrin që të shkojnë në haxh njerëzit. Pse? Po për çdo haxhi jesën atje të nanë, në Maqedoni, ku të dhe unë, në Kosovë, Shqipni, ka 200-300 euro, këtu në Zvicër, 400 deri 500. Pro haxhi, ha? Pro person, për person, për individ. Tash ju mund të merrni me mend. Çfarë paresh janë në lojë? Çfarë kapitali janë në lojë? I cili nuk deklarohet, për cilin nuk paguhen taksa shtetërore. Krejt hynë në xhep, krejt hynë në zez. Ora, kjo është Islamia. Dhe më të që, po ne kemi probleme plot be, muhallat tona, lagjet tona janë mbush me çka? Me kazino, me bijoshane. Të ri drogohen edhe në mes rrugës. Ore, fëmijët nuk janë të sigurt ma edhe në për shkollat fillore. Po kjo është për të vajtuar be. Unë mendoj se këto do të ishin dashur, të ishin temat e hoxhëllarëve. Jo vetëm një xhuma, 24 saat. E jo i rishin të kenë të paret, jo imanin të kenë të paret, e jo të silën si vipa, si influenca. Nuk janë influencera këto be? Ata duhet të shfaqin për ullësi, modesti, mirësi, karakter, pasqyrë për tjerët, edhe të gjithë ne tjerët, të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Nuk guxon të jetë e kundërta njerëz. Duhet t'i mshojmë pak mendes. Zoti ju ruaj. Mu ma bani halal. Ju përshëndes kudo që jeni. Dhe ju respektoj shumë. Faleminderit edhe kësaj radhe. Miru pafshim në videot e ardhshme. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatimet e Zotit qofshin mbi ju.